edhe u Për që ta po kom qef me nejt me ty, a prish pun? U kyqa prapë Unë në për shta po kom realitet. qef me nejt me ty si e zhjede preferume. Edhe fama veç në ty më kam ejt, a beson zot. Je shumë e bajatshme, ka thënë Faleminderit shumë, faleminderit për komplimentin. Unë nuk e di a i bajatove dhe shikues, shtu që na bajatove A shishare, a shmerë, do me thonë, të merë. Një vishije këto, që shkom shen. Që ti që më bu e bajatshme. Ti vetës pithu. Ti am the e bajatshme, am the e bajatshme. E hije kush ta? Ton tjirt, shoshnia jote. Se ti thu menimet e tua. Shoshnia jote më ka thonë, ty shumë, shoshnia jote më ka thonë. Po kanë drejt. Kanë Pa drejt, përshë se që ata ty nuk quhin. Pa përshë që s'poraj. Ata ty nuk quhin. Pa përshë që Se s'poraj. apo ki qef me të pa ata ty? Jo, bre, jo, Përdej sa shkon e qënë në nivelin, do me thonë, ty të karo loja dhe qatë në nivel të ujtë, sa që bën provokime me banane. Qka është niveli Sa ujtë? që po ta spjegoj? Ajo është shkrim. Formën e bananës këmë zhjetë që muna me bo shkrimin. Sa që shkon me bo provokime me banane, po t'ja mas parë si e sinqert. Pse si me Se sinqert? në momentin që ti thua ajo është shkrim, edhe forma e bananës më ka përshtat. Jo, se forma e bananës. Ajo është Materiali ku mund e bën shkrimin. Materiali ku mund e bën shkrimin. Qyre. A ty më është me bo shkrimin se shijet. E që ku janë pse po del atje? pse unë me ty, Pse po del pse anenaj? unë me ty, nuk Po du me që për ata mujnë me kun ashtu, për ty mujnë me kun me mira. mira. E bën një provokim. Përderisa ti nuk i material tënde në raport me mua, ti shkon e mbledh materialin e tjerëve, kjo i bjen që je në rolin avokatit. Në rolin avokatit je. Unë ty të përballoj që shdush. E vlerësoj. Besa më zot që shdush përballoj. Që shdush përballoj. Ti nëse do më mirë me një njëri, do me depatu se me full në raport me qatë njëri, mos merë materiale për të tjerët. Unë këtu mas pari nuk jam ardhë me përballu kush, a me përballu kanë. Unë këtu jam me tregu veten, edhe shumë faleminderit që ti prapë ma jep mundësi me tregu veten. Veç vazhdo të tregoj Se me veten. çdo bisedë unë e tregoj veten. Veç vazhdo të tregoj Tu e veten. buja. Po në rregull, mos po pengon kur gjo. Edhe nëse s'kena më shty cila është më afurt e cila s'është. Ja, ti je Se më ato e afort. vlerësojnë Ti ti, je më nuk e afort. vlerësojnë na. Unë Asnjëherë nuk i thon vetes më afort. Përderisa unë ignoron ti mu, unë jam me dop zamë. Asnjëherë. Përderisa unë ignoron, po dhe në Unë rregull. ty t'ignoroj për arsyet e mia që ti ceka ma herë. Ani dhe, mu s'po pengon. Ti je shumë negative. Mu s'po pengon. Je shumë negative. Haj shpiko ma pse jam negative. Edhe unë nuk kam qef me najt me njerëz që janë Pse jam negative? Qa të kumbone ty? Vet, qashtu. Po qysh ti pa arsye? Qysh ti pa arsye kështu? E pse pa arsye? Pse e pa arsye zama kështu? Po nuk bën kështu, është veprim i gabushëm. Është shumë veprim i gabushëm. Shumë është veprim i gabushëm njerëzit, do më thonë mja u pas inati ose me ignoru, ose me dash, ose me nejt me ta, për derisa s'ka bu kur gjo. Inati, sinqerisht, nuk është që inati, nuk është që kam arsye shumë, edhe pse me të kallëzu drejten, mas pari mënyra se si mundu është mirë rrjedh debatet, mu më duket e t'mërshme. Do më thonë, është gjoja ma e keq që ti ishte njerëz, ti mu një kohë gjatë, se tash mu as heq, ti mu një kohë më kishti edhe mu rrujt për fjave që ti thom ty, tu menu mës nesër mas nesër, vjen e kyqesh dikon, në muabet, vjen e kyqesh edhe në shon, jo, unë për ty jam të folë. Për vete, gjithë shtu e konti. Për ty jam të folë. Ti këshyr njerëzit mi nëzirë keq edhe mi nëzirë speret më ta thonë i fjallë, që shku ke provoku Benitën, se ti këshyr mi zjedh njerëzit që janë pak ma gjak nëzit, edhe që agravonë në për situata. Po ta shune ta kum kuptu e ato strategjinë dhe lojen, ta shti mati së më bëm për shtupin heq. Ta thash ma heret, unë jo marrë të me trigu veten, edhe momentit që unë ja filloj me lujt, është momentit që shoqe kush o kalu me mu, edhe ja kthej lujen mrapsht. E kush o kalu me ty? Kush o kalu me ty? Nuk ka çka të intereson ty, e di. Kush o kalu me ty? Ky që më i debat? Nuk ka çka të intereson ty, e di. Intereson për derisa po bujna muhabet, edhe s'po ta debata muhabet tash, ku që në debat jena të bu se ajo se kjo njëjtë është. Jo, e njëjtë asaj. Pse sot njëjtë, hajde daloj se s'posh asnjëherë tu bo dallime dhe tu ditë mja u dhon peshën në tuaj fjalës. Hajde jepja. Jepja. E me çka krenarohesh ti? Unë me familje, me vete. E për gjuhë? Për gjuhë, edhe gjuhën e di deli kom, po. A du të mu krenu me gjuhë? Okej, do më thonë e njerës që se din gjuhën? E mëson. Ata s'pas ke mu krenu. E mëson. Vllai jam nuk e din Shqipen, qka ta shumë jam krenar me ta? Pani dhe e mëson. Jam krenar me ta dhe pse se din gjuhën. Unë the nuk është vlera jam e gjua. The nuk është vlera jam gjua. Nuk është pika jam e ma e fort, pra. Edhe e din ti shumë mirë këtë punë. Vendin tënë, kumbin tënë, traditën tënë, dush mi shmu, mi respektu se janë qatë të shejta, sa që nuk dush mi shti në dhejme kur gjo. Shumë e vërtet. E po, dush me pa shumë vlerë, ato që s'pequn E vlerë. prandaj unë e pës, e bëj pyetje. Dush me gjujt vlerë, shumë vlerë, Eliona, shumë vlerë. Vlerën, mas pari vlerën e gjuhës, nuk ma ki jep në momentin që ti
mu nuk i desht me ma mësu një fjallë të re, tu marrë parasysh që në të kompyt që ka do me thonë fjalla raketashke, ti s'ki desht me ma spjegu mua atë fjallë, kjo do të thotë që ti mu s'po do nas, ti mu i onë të pyta thel jo, edhe thash e pro s'po du me ditit. Edhe kjo thot shumë për vlerën tonë, për gjuhën shqipe, a ki qef ti me ditun apo jo, se ti mu këtë pjesë, ma shesi do pësi, edhe mundu është me shfrytzu, edhe shumë okej, se je super lojtare, por derisa për ty nuk është vlerë gjuha shqipe, çka më thonë ty? Qysh me folën e për ty, publiki dashtën, kjo nuk e sheh vlerë gjuhën shqipe. Qysh m'ja shpjegu në fjalë të shqipe kur kjo nuk e sheh vlerë. Sa po e dëshmoj me gjuhën e saj dhe me fjalën e saj. Kur kjo, do më thonë, nuk e sheh vlerë gjuhën shqipe, atëre, çka të bëj publiki dashtën me ta? Çka të bëj? Në fale, kur e thash këta? Visata. Shpirti jam. Shkurt, qyre, unë veç një sam për të thomë sinqert. Nuk mundesh me ullë dikon me rena. Nuk mundesh me ullë dikon me shpifje. Nuk mundesh. Se publiku nuk është bodal. Mos i mashtra njerës. Se këta ngojnë me vëmendje. Gjuha shqipe, ta nuk është najfar vlere. Gjuha shqipe, publiki dashtën, nuk është ta najfar vlere. Cili është tmerr, ai që e refuzon gjuhën shqipe, apo kjo? Po m'jen shumë keq. Edhe mu po m'jen shumë keq për ta. Se nuk ullet njëre me shpifje, nuk mundesh. Vetë sa po e thash, që që ekzistojnë kamerat publiki Tu dashtën. shpif nuk mundi me ullë dikon, se njerës që na këshyrin, mos i shqit budal, se ata e din shumë mirë. Unë nuk e thash. Sa po e the për gjuhën shqipe, Okej, njerës, ju keni ngu, unë e thash. Sa po e tha, nuk është vlerë për mu gjuha shqipe. Hajde tash krejt. Sa po e tha. Tash ka me dalu në nesër. Ashore. Shkur ta shpifi për mu, tash unë e po dridhna. Je shumë fani. Shkolluja dikuj tjetër, se me mu so ka të dhejës, po m'jen shumë keq. Shumë keq. Rina mëre, pse ike? Pse ike mëre? Se po kam frikë pe lojtarës ma Se po ik mëre? Se po ik mëre? Hajde, une as bërtita, as nuk... negativiteti nuk shova, as nuk të vendova. Kam nevoj për pak pozitivitet. Hajde. Sinqerisht po të thonë, jetu mjep shumë negativitet shkurt. Hajde Rina. Unë jam marrë mu knaqe, ju më Hajde, mirë me masi ty gjuha shqipe edhe me nuk o për ty vlerë, hajde ta mësaj. Po nesë ti e dëshmove që gjuha shqipe për ty së vlerë. Me qëtu se anë e mu më gritë, po të si tu e kuptu Gjuha shqipe si pas teje nuk o vlerë. Bravo, e the dhe vetë shumë mirë që ja dëshmove publikut që gjuha shqipe për ty nuk është najfar vlerë. Me gojë tonë e the. Me gojë tonë e the, e ndo gjuhat publiki dashtën, kjo që është e preferuar, dhe gjuha shqipe për mu nuk është najfar vlerë. Nuk është najfar vlerë. Hajde, se ti mu veç ka i ka më gritë. Publik i dashtën e patë edhe vetë, qka tha me fjallorën e vetë edhe në gjuhën e vetë. Vetu drejto. Dhe vete pranoj që vetu drejto. Posta që tu hongër kje nejtë e kartë të Vetu drejto dhe vete pranoj që e bëri vetë për provokim të drejtohet në sy. Vetë pranoj. Dhe ti aktrove, vetë aktrove